Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur të përgatit spesa dolma të mbushura me mish, krejt që kanë nevojitën 4 specet më dhëtë kuqe, ja kum largu farat i kum pastru, 700 gram mish bluar, 100 gram oriz, 2 qep, një lugë të mesme magdalaz, një lugë të çajit krip, një lugë të mesme plot me hudhër të terur, një lugë të gjellës me veget, një lugë të gjellës biber të kuq, një lugë të mesme me biber të zi, pak vaj. Në anën tjetër i morëm, unë i kum marrë, pra 5 patate i kum qëru, i kum ngri, një lugë të mesme me biber të kuq, gjys lugë të mesme me veget, edhe gjys lugë të mesme me biber të zi, po ashtu një dozë kështu me domate. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tash të morëm pra pak vaj edhe qesim tek patatet edhe i përzina gjitha së bashku. Pak vaj qesim tek mishi. Shtojna orizin e pastruar mire me parë me ujë, derisa të mbet pra ujë i pastërt i kfjellët. Shtojna melmesat, furën e kom çu në temperaturë 200 gradë që të nxehet. I hedhim pra melmesat. Shtojna qept edhe i përzina të gjitha. Tek patatet, mbasi kim përzi me melmesa me vaj, qesim këtë dozën me domate. Edhe i përzina të gjitha. I kemi shtri patatet kështu, tash të e përzina mishin me gjithë përversit që kemi përmendur. E kemi përzi edhe mishin, tash të bismillah e pojna edhe mbushjen e specave. Tash të pak mish nga kam bet, qesim në tepsi, shpërndojna, edhe dozën ku kanë qenë pra salca e domateve, me ujë e mbushim pra pak, e shpërlojna, edhe ja qesim tek tepsia. Me anë të lugës, shtrina kështu mishin. Tash i morëm specat i rënitin për mi, edhe i morëm 1 litër për pjekje lagu me ujë të ftoft, ja qesim speca poshtë për mi. I kom hek spesa dolmat prej furrës, i kom do në mes, sepse të më dhoja, edhe qështu këta longën ja kom qitë ka pak për mi, edhe nga një patate si që përshifni, edhe paletër për pjekje, i kom shti pra dhe për një 15 minuta, pra gjithsej prej fillimi deri në mbarim kanë qëndru në furrë, temperaturë 200 gradë për 1 orë e 15 minuta, duken kështu super shije edhe super të shpejta në përgatitit që keni po. Nëse i provani ju lumshin duart, ju befshin mirë. Faleminderit për përkrahjen që ma beni, komendet e bukura e deri në recetën e radhës. Nga kuzhina e Nerit ju them, miru po fshim.